Kisha Katolike e Shkodër ka mbajtur meshën me rastin e fesë të gjithë shenjtërve, ose siç njihet ndryshe si ditët e shumëve. Mesha e drejtuar nga Imzot Giovanni Peragjine, arqipeshkev i Arqidioqezës Shkodër-Pult, u zhvillua pranë varrezit të Armajt në Shkodër. Për Imzot Peragjine, kjo është një festë që na flet për dritë, për jetën. Është një festë që na flet për dritë. Është një festë që na flet për jetë. Do të thënë, njerëzit që jetojnë me Zotin, është një festë që na ndriçon. Dhe është e bukur që jemi bashkë sot këtu, sepse kjo festë na kujton një të vërtetë që jep kuptimi jetës së sonë. Do të thotë që të gjithë ne jemi krijesat të Zotit. E Zoti na ka krijuar jo që ne të qëndrojmë këtu, por që të jetojmë me të, që të jetojmë me Zotin. Ne ndoshta gabimisht, kur flasim o ku mendojmë për shenjtrit, mendojmë për njerëz të veçantë, ata që kanë jetuar gati në një botë tjetër, që nuk e dinë edhe situata e përditshme që përjetojmë ne, vështirësi që përjetojmë ne. Jo, shenjtrit janë njerëz që kanë jetuar në këtë botë, në këtë jetë. Por njerëzit që pavarësisht dobësitë e tyre, edhe mëkatet e tyre, kanë qenë beznik ndaj dashurisë së Zotit. Duke kremtuar këtë meshë sonte këtu, jemi të ftuar të përtërisim besimin tonë që vdekja nuk ka fjalën e fundit. Dhe varret që janë këtu nuk janë shenjat e humbjes, por porta të hapura drejt jetës së mshuar. Kjo festë shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që nuk jetojnë më dhe përcjell mesazhin dhe respektin njerëzor dhe human.